Prandaj fjala la ilaha illallah quhet kelimatu tauhid. Do thot fjala e tauhidit. Ajo është fjalë dhe e përfshin tauhidin, për cilin jemi të krijuar. Dhe kjo fjalë nuk është vetëm fjalë që thuhet, do të thënë vetëm që shqiptohet, por ka kuptim, domethënie dhe kërkon vepra, kërkon edhe veprim, edhe largim prej veprave. Sepse kjo fjalë përfshin edhe mohim në fillim, la ilaha, nuk ka të adhuruar të drejtë. Illa Allah, përveç Allahut. Do të thënë mohohet adhurimi i çdo kujt që ekziston, përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe pohohet adhurimi vetëm për Allahun një dhe të vetëm të pashoq dhe pa ortak. Prandaj ai që thot la ilaha illallah, thot la ilaha illallah, duke ju lutur dikujt tjetër përveç Allahut. Do të thënë se nuk e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah. Ka njerëz që e marrin kurbanin për ta therrur për varrin, ose për idhullin, ose për evlia, ose për shenjtor, edhe kur e therr, thot bismillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Do të thënë, thot se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, duke e bërë adhurimin për tjetër kam, ose lutet, do të thënë te varri, duke thënë la ilaha illallah, ose thot la ilaha illallah në xhami, pastaj pas xhamis del dhe i lutet varreve. Madje ka, thot, njerëz që në sejdë, duke qenë, i luten tjetër kujt përveç Allahut. Do të thënë, në këmbë ka thënë iyyaka na'bud, vetëm ty të adhuroj. Kurse në sejdë i ka kërkuar tjetër kujt, do të thënë dhe jo Allahut subhanahu wa ta'ala.